Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illa Allah. Alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi, wa man wala thumma ma ba'd. Të ndëruar vëllezër, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Po vazhdo të dashur vëllezër me takimet tona të përjavshme në ditën e martës, duke sqaruar një seri të rëndësishme, por sot kemi një ligjërat të veçantë, pra nuk është në kuadër të serisë së përjavshme, por për shkak të kohës që jemi dhe në sezonin që mi fut realisht tash me perëndimin e diellit të kësaj dite, kum pas dëshirë që këtë temë t'ja kushtoj pikërisht këtyre ditëve të bereqetshme, të bekuara, të cilat veç se kanë fillu tash me perëndimin e diellit dhe faljen e namazit të akşamit. Inshallah Taala në javët në vazhdim ne vazhdojmë prap serinë tonë që jemi duke shtjellu që disa javë në radhë. Të nderuar vëllezër, sot këtë ligjërat të shkurtër e kushtojmë pikërisht 10 ditëshit të parë të muajit Dhulhijhe. 10 ditëve të para të këtij muaji të fundit të Hijri, i cili edhe zyrtarisht ka fillu sonte. Pra është muaji i 12 Henor, që quhet Dhulhijhe, por i përgjithësi është muaj i mirë, në veçanti ka këto ditët e para jashtëzakonisht të vlefshme, të bereqetshme dhe një sezon e artë për me punu dhe me shfrytzu. Andaj, pas dëshirë që kjo ligjërat të jetë një rikujtim për neve këtu në xhami si xhamat, po edhe pastaj ata cilët kanë dëshirë me përcjell përmes incizimit në faqen e xhamisë do të postohet inshallah Taala. Këtë temë do ta trajtojmë në 3 pike. E para është vlera e këtyre 10 ditëve, pra argumentet të shumta që kanë ardhur dhe cilat flasin për vlerën që kanë këto 10 ditë të muajit Dhulhijhe, 10 ditët e para. Pika e dytë është vlera e veprave të mira në këtë 10 ditësh. Dhe treta dhe fundit si pikë është veprat që është mirë me i punu besimtari gjatë këtyre 10 ditëve. Ka disa vepra që janë të rekomanduara me punu, me kry dhe është sevap i madh, por në përgjithësi veprat e këtyre ditëve janë të vlefshme. E parë dashur vëllezër, vlera e këtyre ditëve ka një mori argumente, cilat tregojnë për rëndësinë e madhe që kanë këto 10 ditë. Është vullneti Allah subhanahu wa taala që mi dallu edhe vendet, të disa vende ka dallu prej disa të tjereve në vlerë. I ka dallu Mekën dhe Medinën, i ka dallu ditët, muaj caktuar, Ramazanin prej muajve, 10 netet e fundit Ramazanit nga netet, nata e Kadrit, mesin e këtyre 10 netëve, 10 ditët e para të Dhulhijhes, dita e Arafatit, në randa këtij diti që kështu me radhë. Pra Allah Azza wa Jall që ka dallu, thosë gjitha krijesat, edhe prej profetëve, të gjithë janë të mirë, po ka profetë që janë më të dalluar dhe të veçantë, të ngritur që janë ulul azmit. Në mesin e këtyre ulul azmit 5 që janë është profeti ynë i fundit Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, që është ende edhe më tepër më i vlerësuar dhe më i dalluar. Kështu të dashur vëllezër, Allahu Azza wa Jalla i ka dallu për i kohëve, i ka dallu edhe këto 10 ditë. Është betu në Kur'an në këto 10 ditë. Në surën Al-Fajr, Allah subhanahu wa ta'ala, wal fajri wa layalin 'ashr. Pasha agimin dhe 10 netet. Pra,
shumica e komentatorëve të Kur'anit dashur vëllezër janë të pajtimit se qëllimi i këtyre 10 netëve që janë përmend për qëllim netën dhe ditët e Dhul-Hijjes dhe ditët e para të muajit të Dhul-Hijjes. Thonë dietarë dashur vëllezër se Allahu subhanahu wa ta'ala nuk betohet vetëm në atë që ka vlerë. Dhe betohet për të tregu se ajo që Allahu zëll betohet të ka një vlerë të veçantë Allahu subhanahu wa ta'ala. Andaj betimi Allah azza wa jall në këto ditë tregon për vlerën që kanë këto 10 ditë. Po ashtu Allah subhanahu wa ta'ala ka cekë se këto janë ditë të dalluara. Li yadhkuru smallahi fi ayamin ma'lumat. Dhe që ta përmendë ka folë për haxhin, ka thonë që besimtarët ti shijojnë dobitë e Allahut në haxh dhe ta përmendin Allahun në ditët e caktuara, në ditët e vlerësuara, ja ma'lumat, pro ditë të dalluara. Allahu ka cekë tekstualisht se këto ditë janë ditë dalluara dhe të veçanta. Kurse profeti alayhi salatu wasallam dashur vëllezër ka thonë afdalu ayami dunya hadhihi al-ashr. Ditët më të mira të dunjas, të vitit, lexoje janë këto 10 ditë e muajit Dhul-Hijja. Ditët më të mira pra është hadithi jashtëzakonisht i qartë. Ditët më të mira të dunjas, lexoje të vitit janë ditët e këto 10 ditë të para të muajit të Dhul-Hijja. Po ashtu dashur vëllezër besimtar, profeti alayhi salatu wassalam ka lavdruar se veprat në këto 10 ditë janë të dashat Allahu subhanahu wa ta'ala. Po ashtu prej argumenteve që tregojnë se këto 10 ditë janë të veçanta është se në këto 10 ditë është edhe dita e Arafatit, thot profeti alayhi salatu wassalam. Dita më e mirë e vitit është dita e Arafatit. Në këtë ditë Allahu subhanahu wa ta'ala zbret në qiellin e kësaj dynjaje kur njerëzit haxhilerë qëndrojnë në Arafat dhe lavdërohet me besimtarët në Arafat para melaqeve të tij në qiell. Duke thonë, undhuru, shiqani o melaqet e mia, shiqani robët e mi, të cilët kanë ardhur prej venderve të largëta, të lodhur, të raskapitur, të pluhnosur. Andaj thot Allah subhanahu wa ta'ala, juve ju kom dëshmitar që këta janë të falur. Ka thonë disa dietarë dashur vëllezër, Allahu nuk kërnohet me ata që nuk i ka falë, ose me mëkatar. Por për shkak se i ka përmend se Allahu kërnohet me ta para me lasë tregon që Allah subhanahu wa ta'ala fillimisht i ka falë. Kjo ndodh në ditën e Arafatit, po ashtu ka thënë profeti alayhi salatu wassalam. E kjo në vjen inshallah ta'ala pak më vonë për tregu për vlerën që ka dita e Arafatit, tregon se rëndësinë që ka ose vlerën e madhe që ka agjërimi ditës së Arafatit. Po ashtu për argumenteve që flasin për vlerën e këtyre ditëve është edhe hadithi që profeti alayhi salatu wassalam ka thonë prej ditëve më të mira të Allahut azza wa jall është dita e Bayramit, Yawmun Nahar, dita të cilën therrët kurbani dhe dita në cilën haxhit i kryejnë shumicën e detyrave të haxhit. Edhe therrin kurbanin, edhe bojnë tavafin, edhe bojnë ndoshta sajin, edhe i gjujnë ngurt, edhe i qepin flokët. Krejt që të vepra të mëdha bëhen pikërisht në ditën e Bayramit. Andaj është për ditëve ka argument, madje disa prej dietarëve kanë thonë se më e mirë dhe më e dalluar është dita e Bayramit se sa dita e Arafatit. Megjithatë, të dyja ose për të dy këto ditë dashur ka argumente që janë ditë të veçanta. Dhe këto janë kuadër të këtyre 10 ditëve. Pra është për qëllim ditë e para të muajit Dhul-Hijja duke filluar prej nesër realisht prej sontit.
Këto ditë është vëllezër marrin vlerën edhe nga fakti se pikërisht në këto ditë kryhen shumica e ibadeteve, ose thuhet se grumbullohen të gjitha ibadetet base në Islam. Edhe kryhet haxhi, edhe umreja, edhe therrët kurbani, edhe falet namaz pa dyshim, edhe agjerohet dita e Arafatit, edhe japet shumë sadak, edhe është shumë hicën e rasteve është obligative, e shumë herë është e pëlqyeshme, që sa më tepër besimtari me thonë la ilaha illallah, Allahu akbar, labbaik, kështu me radhë për me përmend Allahun subhanahu wa taala. Gjitha këto ibadete kryesore që në të feson kryen në të gjitha pronën e vend ose në këto 10 ditë, e që nuk përsëriten ose nuk ndodhin kështu në asnjë ditë tjetër. Agjerohet në Ramazan është e vërtet, falet në Ramazan për haxhin nuk bëhet. Kurse në këto 10 ditë edhe kryhet haxhi, edhe është e pëlqyer agjerimi dita e Arafatit, edhe bëhet namaz pa dyshim, edhe jepet sadak shumë, edhe therrët kurbani e kështu me radhë. Pra për shkak të bëhen gjitha këto ibadete të rëndësishme, këto ditë kanë marrë këtë vlerë të veçantë dhe janë ditë të dalluara. Vlera e veprave do të vëllezër në këto 10 ditë, dhe kjo është pika e dytë e shumë e rëndësishme. Dhe kjo tash na duhet ndoshta neve tash, për këtij momenti që kemi fal namazin realisht edhe akşami i mësonte, hyn në çdo 10 ditë. Ka thënë profeti alayhi salatu wasalam, dhe ndëgjoni këtë hadith me vëmendje, sepse është hadithi bazë që të regon për vlerën e madhe që kanë veprat e mira gjatë këtyre 10 ditëve. Thot profeti alayhi salatu wasalam në hadith që transmeton Ibn Abbasi, thot qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min ayamin al-amalu as-salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ashr. Nuk ka ditë el-amelu salih, që vepra e mirë në to është me dashur të Allahu se sa që to 10 ditë. Nuk ka ditë. Çdo hadithi, nuk ka ditë që veprat e mira Allahu i don më tepër se sa në çdo 10 ditë. I thanë ja Rasulullah, kile ja Rasulullah. Wala al-jihadu fi sabilillah. E as jihadi që dikush e bën fi sabilillah në tjera ditë, dikush del lufton në muajin Shevale, lufton në muajin Safer, për shembull, është në luftë. E as jihadi, se sahabët e dinin që jihadi ka vlerë të madhe. Është për veprave më të lartësuara, pa dyshim, sepse kërkon sakrificë. Tha ja Rasulullah, wala al-jihad, as jihadi pra si jamun veprave të mira. Qëllimi është vëzën në këtë veprave është cila do vepër e mirë, vlerësohet shumë në këtë 10 ditë. Tha wala al-jihadu fi sabilillah. As jihadi lufta në rrugën e Allahut subhanahu wa taala. Illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi wa lam yarji min dhalika bi shay. Përveç një personi, një luftëtar i cili ka shku në luftë me trup dhe me shpirt edhe me mall, edhe nuk është kthy më hiç. Por ka ra shahid. Kurse ja me kuptu që nëse shkon dhe kthehet, prap nuk e ka vlerën e shpërblimit të madh që kanë ibadetet gjatë tyre 10 ditëve. Andaj tash vëllezër, mesazhi i kësaj ligjërate është pikërisht në këtë hadith. Veprat e mira çmohen shumë gjatë tyre 10 ditëve. Vlerësohen shumë. Allahu i don shumë. Allahu shpërblen shumë. Subhanallah. Ka thonë el-amal salih, vepra mirë, nuk e ka specifiku një vepër të caktuar. Çdo vepër e mirë tek Allahu gjatë tyre dhe ka një vlerë të veçantë. Andaj agjerim, sadak, namaz, lexim Kuranit, bamirësi, hax, umre, respekt ndaj prindërve, çka do një dhikr,
e kështu me radhë. Çdo gjë që është vepër e mirë sipas fesë, padyshim është e vlefshme dhe vlerësohet shumë gjatë tyre 10 ditëve. Duke filluar prapë prej sontit, që ashtu ka korrespondu që pikërisht sonte, mas perëndimit të diellit të kësaj dite, kanë hyrë 10 ditëshi, ose ka filluar muaji Dhul-Hijhe, pra edhe zyrtarisht në Arabinë Saudite, që për cilin hanën, e lajmëruan se ata janë një orë para neve, e lajmëruan se ka dalë hanë e re dhe nesër është data 9 Dhul-Hijhe dhe do të me llogarit prej nesër, respektivisht prej sontit, çdo vepër e mirë dashurëzër që besimtari e bën, le ta bën me këtë niyet. Dhe le të mundohet që sa më shumë me shfrytzu qëto 10 ditë me vepra të mira. Jeta në përgjithësi, ditët në përgjithësi, koha në përgjithësi po shkon shpejt. Po sidomos ato kur janë të veçanta të vlefshme, ato shkojnë edhe më shpejt. Andaj shfrytëzoni edhe ditët edhe netët. Cilat janë veprat dashur, cilat janë veprat që është mirë besimtari me i punu gjatë tyre ditëve, dhe kjo është pika e tretë që ne do të flasim inshallah taala. Cilat janë veprat të mira, të preferuara që besimtari me i bë gjatë tyre 10 ditëve. Çdo vepër e mirë shpërblehet me këtë shpërblim të madh që ka tregu profeti alayhi salatu wasallam. Ka disa vepra shërbëzër, cilat kryen pikërisht në çdo 10 ditë dhe s'kryhen më, siç është haxhi. Andaj krye të këtyre veprave shërbëzër besimtar, padyshim që është kryerja e haxhit dhe të umrës. Andaj ata që Allah subhanahu wa taala i ka përzgjedhur që në këtë kohë të bekuar, me qenë në advent të bekuar, sigurisht se ata janë të përzgjedhur dhe ata janë të graduar dhe ata Allah azza wa jall i ka ngrit shumë dhe alhamdulillah edhe vëllezërit dhe motrat tonë, edhe besimtarët e vendit tonë, veç se kanë rri të gjithë pikërisht prej ditës së parë të këtij muaji Dhul-Hijhe. Andaj dashur vepra më e madhore padyshim është haxhi, pastaj është agjerimi. Ka disa transmetime që profeti alayhi salatu wasalam i ka agjeru 9 ditë. Realisht tek agjerimi janë 9, nuk janë 10, sepse 10 është dita e Bajramit. Dhe dita e Bajramit nuk agjerohet. Mirë po, 10 janë të vlefshme të 10 janë të mira për me punu. Po dita e 10 nuk agjerohet, dita e Bajramit, mirë po ka vepra të tjera të mira, siç është për shembull therrja e qurbanit, falja e Bajramit, sadaka, dhikri, vizitat e kësaj me radhë. Në rëndësi, edhe dita e 10 është kodër të tyre dhe ditë mirë, por nuk agjerohet. Agjerimi është edhe kodër të transmetimit që profeti alayhi salatu wasalam ka agjeru ose ka porosit me mu agjeru 9 ditë, kush ka mundësi. Po kur s'ka mundësi non, sot ka mundësi. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, e pa një zbarë me metë. Aja është dita e Arafatit. Dita e Arafatit nuk është mirë besimtarëve pa e agjeru. Nuk është farz, por është shpërblim shumë i madh. Ka thonë profeti alayhi salatu wassalam, ahtasibu ala Allah, e llogaritit e Zotit që prokomimet shpresoj dhe pres të Zotit që agjerimi ditës së Arafatit mi fshi gjunohet e vitit kaluar, pra këti që po e lojmë pas, sepse jemi thamë në fund të vitit hënor dhe vitit që po vjen. Agjerimi ditës së Arafatit pra e fshin me katët e 2 viteve. Andaj, besimtarët është mirë që nuk e qitë pak dhe me agjeru
minimumit ditën e Arafatit, e që për këtë vit i bjen ditën e Eidit, pra nata e Bajramit. Kjo ditë është sunet i fortë, është sevap i madh, por prapë nuk është obligim. Dikush s'mundet, si ka rënë, nuk hen gjëna. Por kush mundet, fiton shumë. Subhanallah. Natën e Kadrit po mënohemi me gjete, namaze, mos është që kjo e ditën e Arafatit e kena publike, po dije cila është. Dita e Eidit. Tash të shirun ku janë ata që po kanë zgjedh, që më mbrehoz, a thua ke sonte. S'ka nevojë, po dihet dita e Eidit është dita e Arafatit. Valla natën se mujna më çu. Hajde, se Zoti na shëron, hajde ditën. Natën shtir, hajde ditën. Falo, agjero, lexo, jep sadaq, ndihmo, natë Bajramit, vizito familje që kanë nevojë e kështu me radhë. Pra agjerimi i kësaj dite tash është jashtëzakonisht i vlefshëm dhe ka një shpërblim të madh. Allahu në mundësoft që me mri, por edhe me e agjeru. Për haxhit që janë në haxh, nuk është e preferuar ditë e agjerimi i kësaj dite. Për haxhilerët nuk është i preferuar ata që janë në haxh, sepse ata kanë detyra tjera të mëdha. Qëndrimi në Arafat, shkurja në Muzdalife, butja në Muzdalife, shkurja në Mina, gjutja gurve, e këto detyra të mëdha, sigurisht se agjerimi i Arafatit ndoshta e lodh besimtarin dhe s'mundet me kry. Po ka disa detyra që janë obligative për haxhin, andaj nuk është e preferuar që ditën e Arafatit haxhilerët me agjeru. Por është e preferuar për besimtarët mbar kudo që janë me agjeru. Allahu na bëj prej tyre e Rabbul Alamin. Namaz dashur vëllezër, prej veprave më të mira që Allahu azza wa jall më shumë t'i don dhe më shumë t'i afrohet robit i tij tek ai është namazi. Çdo herë e në veçanti tash në të vërtetshëm. Andaj të dashur vëllezër, rrini gati namazit. Rrini gati namazit me xhamat. E mundohuni që edhe sunetet me i folë të gjitha. E mundohuni që edhe safin e parë mos me lshu. Secili tash e shtin lapsin mundësisë të vetë. Por ka dikush që s'din me lexu Kur'an. Ka dikush që s'mundet me agjeru. Ka dikush që s'ka edhe me dhon. Por ka mundësi me arë në xhami. Hajde. Je i lirë, ki mundësi marë më heret, hajde. Ki mundësi halo me qëndru mas namazit, qëndro. Sepse krejtë është shkruan. Ai që vjen para namazit dhe ulet në saf, me abdes. Ai që qëndron pas namazit, është falë namazit, qëndron halo ullën. Bën dhikr, subhanallah, dhikr, cili do qërë, ose lexon Kur'an, ose lutet. Me laqet i shkrua sikur se me ka namaz dhe me laqet bajnë istighfar për ta. Me nënci dashur vëllezër, këto dhe ditë që në ditë të garimit, të veprave, për vepra të mira. Andaj se cilit mundohet në ato që ka mundësi. Kush ka mundësi me gjujt në të na onë të gjujt. Dikush fiton edhe me këto që ka qenë Abu Bekri. Kur ka thonë profeti selam, dikush ka më thirrë prej kësaj dere në xhenet, dikush ka më thirrë për kësaj dere në xhenet, dikush për derës së Rayyan, dikush për derës së sadakos, dikush për derës së bamirësisë ndaj prindërve, dikush për derës së xhihadit, dikush për derës së namazit. Pra secili ku ja ka bëu hizmetin, me çato ka fituar xhenetin. Thot ja Rasulullah, Abu Bekri dhe kam një pyetje, a ka dikush që ka më thirrë për të gjitha dyrëve? Pra që ja bën hizmetin të gjitha veprave. Edhe lexon, edhe jep, edhe folet, edhe kryen haxhin, edhe. Tha po dhe shpresoj që ti lësin të tyre. Nuk kush ka mundësi me garu dash vëzër më mashëm se një vepër le të garon. Është kohë e garave. Ditët po dhe në të mirë, por në veçanti ditët dash vëzër janë të vlefshme. Pra namaz, sa më shumë namaz, e sa më mirë namazin.
Me namaz nuk e kena punë të mirë, po flasëm për përgjithësi. Me namaz nuk e kena punë të mirë. Namaz po bojna pak, po flasë për përgjithësi. Namaz po bojna pak. E namazi është dyreku i fesë. E tani ata që falen xhami janë shumë pak. Shumë pak. Në veçanti dy namazet që janë shumë të mira dhe lavdëshme i fol me xhamat. Namazi sabah dhe yatsis. E që njerëz në shumicën e rasteve janë të lirë. Në këto dy kohë janë të lirë. Ka dikush që është i nxon, një yatsi veçanti, po tradhja, shumica e njerëzve janë të lirë. Mirë po. Hajtë dhe jepër partitë sa punë në cilë do shokëzë nuk e kanë vlerë. Do shëndaj me namaz, sot keni mundësi afronu gjatë ditëve, falë dhe namaz vullnetar, namaz nafile, kur gjenë për shembull në xhami 20 minuta para kohës. 30 minuta, ka disa pleqa Allahu i rujtja Rabbil Alamin, cilët vinë herët, 20 minuta, 15 minuta, 10 minuta, edhe qëndroj. Fali 2 recate, fali 4 recate, fali 6 recate, fali 8 recate, fali 10, 12, 14, 16, veç ka 2, për vetë e ki. Thuhet se në Muhammed Rahimahullahu Ta'ala, Imam Ahmedi, imami i ehli sunnetit, edhe djetar, edhe ibadetxhima. Po djetari ho. Thuhet se gjatë 24 orëve i ka falë dhe në 300 recate. E ka pas praktik. Në po neve thotë që kush punë më mirë se na se kemi. Edhe vim vonë, edhe dorëm shpejt, edhe xhamohu mos na zgat, taravit mos na zgat, këto mos na zgat, por ka pashkon një millet. Ka pashkon me namaz fitohet shumë dashur zot. Me namaz fitohet shumë, andaj shfrytëzoni këtë ditë për namaz. Por dashur të për veprave që janë tash këto janë kjo dhe rekomandohet. Ka në hadith, ka thonë profeti alayhi salatu wasalam, po shona me bë dhikr, tekbir, tehlil, Allahu akbar, tehlil la ilaha illallah, dhe tahmid, alhamdulillah. Pra, këto dhikra me përmend sa më shumë gjatyre 10 ditë. Ka thonë profeti alayhi salatu wasalam, nuk ka ditë më të mira tek Allahu se këto 10 ditë, andaj fa akthiru fihinne, andaj shtone sa të keni mundësi gjatë tyre ditëve, e tekbir, me thënë Allahu akbar, Allah, pa me ra tekbir, o tehlil, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, o tahmid, alhamdulillah, alhamdulillah. Kjo është me argument. Prej vepra që preferohen, janë të rekomanduara gjatë tyre 10 ditëve, janë të dhikri, në veçanti pra tekbiret, tehlilet la ilaha illallah dhe alhamdulillah, alhamdulillah. Në veçanti pastaj tekbiret. Ibn Omeri, Ibn Abbasi, Omeri, o transmetuese disa prej shokëve të Profetit sallallahu alajhi wasallam kanë pasur dashur praktik që kur ka hyrë këto 10 ditë, jo që kanë bë tekbirin vazhdimsi mirë, po kanë dalë edhe kanë shkuar edhe në pazar. Kanë shkuar edhe në treg dhe me za Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illa Allah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahi alhamd. Me za, mirë që mja u rikujtu njerëzve. Andaj thua se njerëz pastaj e kanë përsërit. Pra këtë tekbiri, cilin ne e praktikojmë vetëm në ditët e Bajramit, është mirë që prej santit sa më tepër më këndu. Jo mas namazeve, kjo është në ditët natën e Bajramit dhe ditët e Bajramit, mas namazeve, mirë, po kjo bëhet në përgjithësi. Ditën, natën, në xhami, në rrugë, në shtëpi, në punë, sa të kesh mundësi dhe ku do që ti jesh, me abdes dhe pa abdes. Normal, dihet që në banjë, në ato vende nuk këndohet këto pa dëshim, për ndryshe në vetur e kështu me radhë. Në cilë sa ma tepër mirë dashur vëllezër, ose sa ma shumë me këndu tekbire,
për vepra për të shkruar që janë të pëlqyera shumë është edhe sadaka, bamirësia, veçanti për haxhilerët. Disa djetarë hadithet që ka thonë profeti alayhi salatu wassalam, al-hajjul mabrur, haxhi mabrur, cili është, ka thonë, fjala e mirë dhe sadaka. Me folë mirë dhe me dhonë sadaka sa ma shumë. Ndaj brana këtyre 10 ditëve të shkruazët mundoheni që si pas takatit që ka njëherë disa vepra na ikun jo që s'kena mundësi me i bo. Por nuk kena planifiku se s'kena bo plot mirë. I vrej disa pak. Por më ka rënë sy një besimtar, nështë s'ma thonë çdo herë. Po muj me thonë shumë herë, mos me thonë çdo herë, se s'po gëzej. Çdo ditë kur del pe xhamis, mas namazit sabat e vrej që gjunë diçka ato te kutia. Nashta është pak. Munën me konë 20 cent, 50 cent, 1 euro, 2 euro, diçka të hekrit. Nashta është pak. Po me qëtë sadak të vogël, çdo ditë, hyn ose e fiton atë doan e kujna. E me laqës që ka thonë profeti alayhi salatu wassalam, çdo ditë në mëngjes, 2 me laqë bojnë 2 do. Njëra për të thotë, o Zot, jepi ati që jep. Tjetra thotë, o Allah, merri ati që s'jep. Pra, do shëllëzër, gjatë tyre 10 ditëve, me bo një far plani, për shembull, që çdo ditë ka pak, ka 1, ka 2, ka 3, po edhe ma shumë nëse ka mundësi, familje, jetim, e kështu me radhë, më ju ndihmun, veçanti tani ofër bajramit. S'ka dëshim se është për veprave të mira, leximi i Kur'anit, ta që ka mundësi me lexu, e kush lexon ka shpejt, pse mos me bo një hatë me për shembull gjatë tyre 10 ditëve nuk jem pak. Unë ka ranë një hoxh, ka vdek Allah më shiroft, gjatë qëndrimit në Mekë, kur ka qenë në umre, para disa viteve, ndoshta ka qëndru 7 ditë në Mekë, 3 hatë dhe dhe këmba. Bereqet, sinceritet edhe bereqet. Andaj, kur dhe me lexu Kur'an, nuk ka, është për vepra jashtëzakonisht të mira çdo herë, e tash në këtë dhjetësh edhe më tepër, istighfari, ju bëj hizmet për ndërve, kush i ka gjallë, nuk është e thone veç me pas nevoj, me konë në shtratë që ka nevoj për ty, nuk është e thone. Birrul walidain, me nëru, me respektu, me nëru babën dhe nanën, edhe nëse s'ka nevoj. Nështë e ka të natë mirat, shnetën e ka mundet edhe lejer me pas. Mirë po mere, nëraje, respektaje, bezitaje, shetete, e kështë me radhë. Me rëndësi, veprat që kanë ndërlidhen me prindrit ose vëllezër janë çdo herë ibadetet të mëdha, e këto tash edhe më shumë shtohen dhe vlerësohen gjatë tyre ditëve. Veprat e mira në përgjithësi ndaj fëmijëve, ndaj skamnorëve, daveti, thirrja, gëzimi i besimtarëve, gëzimi i jetimëve, gëzimi i fukarave, e kështë në rrëndë. Në rëndësi, çdo vepër që ki mundësi me punu gjatë tyre ditëve, është dhe shpërblehet mirë. E dita e fundit e këtyre ditëve është dita e Bajramit. E këtë ditë, besimtarët nuk duhet me harru, po ashtu sepse është gjithashtu një ditë e veçantë. Në këtë ditë falet Bajramit, për më pas mundësia ta që therrin kurban, me therrin të ditë s'ka dëshim se është më mirë.
sepse hyn në këtë dhjetëshin e vlefshëm. Ka njëherë nështë as mundesh, po kush ka mundësi me thirrë kurbanin në ditën e Bajramit, për shkak që me nxanë që të 10 ditë që në vlefshëm, le ta bëj, sepse shpërblimi është më i madh. Edhe therrët, edhe shpërndahet, edhe kur të dërgosh dikujt, edhe kur të gëzosh një familje, krejto pastaj shpërblen ndryshe, plus Allah Azza wa Jall që të na jap sukses, të na jap bereqet, të na jap dije që të shpëtojmë këto ditë të bekuara, të dalluara, të shënuara, të çmuara, me punu sa ma shumë vepra të mira, Allahu Azza wa Jall me na e pranu. Allahu na ka nderu me këtë shtëpi të tij, me këtë xhami këtu në mes të lagjes. Andaj besimtarët të gjë mos mushin me bërë, shumë le të vinë që të hajden xhami, rresa të kesh mundësi, shteto që të përni shtylle, astaghfirullah 1000 herë, 2000 herë, 3000 herë, bir salavate 5000 herë, qëndrat pritë namazin, ka thonë profeti alayhi salatu wassalam, me prit namazin deri namaz e ka vlerësu shumë. Ona është me veprave, jashtëzakonisht të përqyshme e kështu me radhë. Me rëndësi, shpëtoni sa të keni mundësi, Allahu Azza wa Jall me e pranoft dhe na shpërblet me mirësitë e tij. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahu akbar.